Ky emision mundësohet nga IPCO, partneri juaj për siguri kibernetike. Përshëndetje shikues të Radio Televizionit 21, mirë se po takohemi në epizodën e dytë të zonës kibernetike. Sot do të flasim rreth temës jashtë sistemit kur hakerët marrin kontrollin. Në këtë edicion të zonës kibernetike po ju sillim simulime të shumta. E për të kuptuar më shumë se çfarë është haraqi digital, është Gonxhe Sylaj, ajo e cila do të na demonstrojë. Jo çdo USB apo media e lëvizshme që shihni në rrugë është vendosur pa qëllim aty. Kurreshtja e tepërt vjen me pasojat e veta edhe në fushën e sigurisë kibernetike. Në këtë rast, kalimtari ynë nga kurreshtja e mori atë. Kuptohet se për ta parë se çfarë përmban kjo USB brenda, ai është nisur ta vendosë atë në një kompjuter. E ky kompjuter nuk është kompjuteri i tij personal, por është kompjuteri i kompanisë në të cilën ai punon si menaxher financiar. Me të vendosur USB në kompjuter, hapet dritarja me skedarët që kjo USB përmban brenda. Nga kurreshtja për të ekzekutuar aplikacionin ChatGPT, viktima klikon pa hezitim. Diçka e tmerrshme ndodh pas atij kliku. Dritarja që u hap është dëshmi se çfarë dukej të jetë aplikacioni i rëndomt, ishte në fakt ajo që e infektoi me ransomware. Viktimës i kërkohet të paguajë haraq për t'i rikthyer dokumentet. Por për cilat dokumente është fjala? Siç e shohim, të gjitha dokumentet financiare tashmë janë bërë të palexueshme. Edhe pas largimit të USB-s, shënimet nuk janë rikthyer në gjendjen e mëparshme. Mos rrezikoni të jeni viktima të tilla. Veproni gjithmonë me kujdes të shtuar dhe vigjilencë. E për të kuptuar më shumë rreth kësaj teme, natyrisht ne do të diskutojmë edhe në studio. Kënaqësi që këtu me ne kemi Faton Kurtishin dhe Flamur Prapashtica, dhe natyrisht të ftuar kemi edhe Gonxhen, të cilën do e kemi pjesë të çdo epizode në zonën kibernetike. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj sot. Faleminderit për ftesën. Atëherë Gonxhen, po e nisim me ju. Çka është ransomware? Na e specifiko, na tregon më shumë rreth këtij termi që është ndoshta i panjohur për shumicën, por ne do ta thjeshtësojmë në mënyrë që të kuptojmë më shumë. Atëherë, termi ransomware ndoshta është term i panjohur për audiencën, mirë po, nëse themi haraq, atëherë besoj se shumica e popullsisë kanë dëgjuar për haraqin dhe mënyrën se si funksionon. Edhe ransomware është faktikisht haraq digital, që bëhet në mënyrë digjitale. Do me thënë, nëse më parë kemi pasur haraqin fizikisht që është bërë tek personat, tani kjo ka kaluar në mënyrë digjitale. Si bëhet kjo? Kompjuteri apo pajisja, mund të jetë edhe laptop, infektohet. Edhe një person nëse e sheh se dokumentet e tyre janë të palexueshme, do me thënë nëse më parë ka hapur një raport të financave, apo ndonjë raport dokument tjetër, ndoshta edhe ndonjë shkrim të vetin personal, edhe kur e hap, janë vetëm shkronja, mund t'jenë shkronja kineze, mund t'jenë karaktere të tjera të palexueshme, atëherë ai person mundet me dyshu, okej, që në kam infektu me një virus, pajisja ime që në ka infektuar me një virus. Mirë po, si quhet ky virus, kur ty të dhëna të bëhen të palexueshme, edhe ty të shfaqet një dritare me kohë të caktuar për ta paguar atë haraq për t'i kthyer shënimet e tua, kjo quhet ransomware. Do me thënë, momentin kur një viktim infektohet me
ransomware me haraq digitale të themi, ati i shfaqet një dritare që ka një kohë të caktuar, le të themi 48 orë, ndoshta edhe 24 orë, që të bëj një pagesë në kriptovaluta, mund t'jetë për shembull në Bitcoin. Pse bëhet kjo? Për shkak që pagesa të mos jetë e gjurmueshme, se te kush po shkon ajo shumë e parave, në këmbim të qelësit për t'i kthyer shënimet, për t'i bërë ato të lexueshme, apo për t'i dekriptuar, siç themi ne në gjuhën tonë të teknologjisë. Atëherë, e kuptuam që ransomware disi do të thotë haraq në një farë forme, por si ndikon ky lloj haraqi më pas edhe në përditshmërinë tonë? Dua që të bëjmë edhe një krahasim duke mos përmendur vetëm individët, por të ndalemi paksa edhe tek bizneset. Po, ransomware ka ndikim sidomos negativ, normal, edhe te bizneset, edhe te individ, se pa marrë parasysh është biznes apo individ, me siguri ka dhënat të rëndësishme në për kompjuter apo çfarë do pajisje që i përdorin. Dhe në momentin që është infektuar me ransomware dhe i kriptohen, do të thotë dhënat, të gjitha që ato shënime janë të palexueshme, njëjtë sikur Gonxha që e përmendi, do të në vend se të mi hap shënime të cilat i ka, mundën me qenë video familjare, mundën me qenë foto familjare, mundën me qenë dokumente të rëndësishme, njëjtë edhe për bizneset, shënime të cilat i kanë digitale, se tash edhe bizneset sa ma shumë janë duke u digitalizu, me digitalizim vijnë edhe rrisqet sikur ransomware, edhe do të thotë ky lloj haraqi është shpërnda aq shumë, i cili ndikon edhe te bizneset, edhe te infrastruktura e bizneseve, nëse një biznes sado që është i vogël apo i madh, mundet me humb shënime cilat janë kritike për biznesin e tyne. Mundet me njëjtën kohë me humb dhënat cilat munden me qenë të fillu prej faturimeve, aplikacioneve cilat i përdorin, bëhen të paqasshme edhe me këtë edhe rrezikon me humb në aspektin monetar, financiar, njëjtë sikur edhe çdo individ tjetër. Edhe individet nuk, si me thonë, nuk është që s'kanë qa me humb, se te ne individet pak thonë jo me neve s'kan punë, e neglizhojnë faktikisht, në fakt, këta sulmus nuk e din as kush jo mëne, as te, as aj tjetër, po kur fillojnë me sulmu, ata vetëm lypin viktima dhe këshyrin madej nëse mundën me përfitu diçka. Ndoshta edhe si e përmendi Gonxha, pagesat zakonisht bën me kriptovaluta, edhe në atë rast, edhe nëse nuk e bojnë pagesën se thuj, okej, shënimet nuk më duhen, po ata të paktën e kanë provu, do të thotë nuk kanë një farë diferencim, jo, këta i sulmojmë, këta si sulmojmë, po kur fillojnë me ekzekutu ato llojet sulmeve, kushdo që është e njëjtë për të gjithë. Është e njëjtë për të gjithë. Flamur, por si mund t'i ruajmë këto të dhëna informacione në mënyrë që të mos jemi pre e një sulmi të tillë? Zakonisht infektimet me ransomware vijnë ka pakujdesia e vetë individit, që do më thonë prekin linqet të ndryshme nëse vjen ndonjë email, nëse vjen ndonjë aplikacion, dhe infektimet me ransomware zhvillohen pikërisht pakujdesia apo mosdia e ndonjë linku ose klikimin në ndonjë link, i cili të instalohet pa dëshirën tënde, dhe aty pohet infektimi, si thojmë me ransomware. Preventiva në momentin që dikush mundet të infektohet, preferohen disa hapa të cilët duhet të izolohet pisia pajisja, që mos shpërndahet në rrjetën si më thonë, në rrjetën interne tyne, pasi që izolohet, kemi raste ku as nuk duhet të fiket pajisja, për shkak se në rast se fiket, mund të i humb gjurmët ose të fshihet komplet të dhanat që i ka në atë device ose në atë pajisje. Kështu që preferohet që puna e parë është të, nëse mund mos me pas panik, po zakonisht kur ka kësi
rastet të ransomware-it, administrator të vetë klienti, nëse është i vedishëm që ka është ndodhë me pajisin e vetë, ashtu si u përmend këtë storje, duhet të paktën me izolu pisin, të shikojmë lloksat dhe të mundohemi prej backupit ta kthejmë dhënat të cilët mujnë mu kthy. Po në shumicën e rasteve është pak e vështirë të kthehen edhe dhënat të cilët nëse ka ndonjë backup të mirëfillt ose backup i cili është i sigurt, por ndryshe edhe si u përmend nuk bëhet me pagu atë haraqin digital të cilët kërkohen prej keqbërësve. Flamur, kisha dashur të dim në pjesën e izolimit të pajisjes, ndoshta kur themi ta izolojmë pajisjen, kuptohet se nuk po flasim në mënyrë fizike, po cila është gjëja e parë që duhet bëjmë është nëse jemi të lidhur me kablo të internetit, do të thonë kablo Ethernet, duhet ta largojmë menjëherë nga pajisja, ose tani më të gjitha pajisjet janë të lidhura edhe me wireless, automatikisht ta ndalin wirelessin, ose ta aktivizojmë airplane mode në pajisje, ose ta bëjmë off wirelessin. Arsyeja pse ndodh kjo është pra për mos me u përhap në rrjetën ku ajo pajisje është e lidhur. Edhe çka është më rëndësi, tjetër, siç e ceko edhe Flamuri, është që mos në asnjë mënyrë mos të fiket pajisja dhe mos të bëhet restart. Pse? Sepse mund të humbet edhe çelësi për dekriptim i cili mund të fshihet në pajisje, e mos të flasim për gjurmët që kanë lënë kriminalët kibernetik në momentin që është infektuar pajisja. Po pse po kemi kaq rastet shpeshta, cilat janë arsyet që po kemi sulme të tilla faton? Sidomos me ransomware në këtë rast. Po arsyeja kryesore është do të thotë digitalizimi edhe nevoja me qenë online. Që kjo është arsyeja kryesore, do të thotë pse shfaqen edhe sulmet. Do thotë për shkak se ne duhemi me qenë online, jemi ndoshta një prej popujve që mas shumë t'i klikon, do të thonë jemi online shumë, jemi në rrjete sociale shumë, edhe normal që kur jemi të në atë kohë online, mundemi me ardhë dhe deri në një moment kur me mri deri të dikush që qanë një link e ka qu dikon, klikojmë, ose jemi duke shfletu pa naj kontrol. Krejt kjo e bën që me kohën edhe këto sulme me u shfaq, për shkak se shpenzojmë shumë kohë online, si dhe që e ceke Flamuri, edhe pakujdesia është numër 1, te ne është ende vetëdijsimi shumë i ulët lidhur me rreziqet nga sulmet kibernetike, për shkak se i neglizhojmë që shtatë edhe jo, mendojmë jo s'kanë të bojnë me neve ata, por në fakt kanë të bojnë me secilin, edhe me çdo kënd në botë. Për atë arsye, ne duhet edhe me u pregadit me pas ndonjë lloj preventive. Do të duhet me pas vegla bazike, cilat s'paku na njoftojnë që diçka po don me ndodh, apo edhe që është më e mira na e pamundësojnë një infektim tillë apo me u enkriptu dhëna. Po a kemi ndonjë software që na ofron mbrojtje nga ky haraqi digital? Po software tillë ka. Ne në kompaninë tonë ofrojmë klientave software tillë. Do të thotë një cilën kishim mujt tash me përmend këtë rast është edhe Cisco Umbrella. Është një vegël shumë bazike. Do të thotë e cila për përdoruesin është shumë transparente. Do të thotë përdorusja nuk e din që ka një software tillë të aktivizuar. Në rastin e ransomware, ky software e kish edhe nëse ish infektuar, e kish pamundësu komunikimin e software-it instaluar me qelsat, mi marë qelsat në cloud për me enkriptu diskun. Flamuri mundet ndoshta me përmirësu këtu pak më shumë, po besoj që një software i tillë bazik kish me kry punën. Po, zakonisht softverat për mbrojtje nga ransomware përdoret
XDR quhet njënja prej termet të cilët përdoren është Extended Detection and Response, që do më thonë, para se të ndodhë infektimi, softveri analizon, tash ki softvere kanë fillu të përdoret edhe AI-a mrena të cilët analizojnë behavior, sjelljen e vetë aplikacionit të cilët mundet të enkrypton. Po, me inteligencë artificiale, faleminderit. Edhe në momentin që detektohet, do më thonë, mënyrë automatike, softveri e ndalon e izolon, dhe kështu të bëhet një preventiv. Po, këto softvere nuk janë të instaluar ndoshta në përpajisjet e secilit, si më thonë, individ, po preferohet që të paktën të ketë një antivirus i cili ka aftësinë e mbrojtjes ka ransomware-i, duhet edhe vetë antivirusi apo XDR-i me qenë update për shkak të zero trust ose zero day viruset të cilët munden të deportojnë tek pajisjet të cilat nuk janë të bënë të updateuara apo të azhuruara. Kisha dashur në ndërlidh tek çështja e antiviruseve, do më thënë këto pajisjet XDR dhe EDR janë parimisht, le të themi sikur antiviruse të avancuara për audiencën. Edhe këto puna e zero days, do më thënë janë dobësit cilat nuk janë zbuluar ende, faktikisht që për to nuk ka azhurime. Do më thënë ti mund të përditësosh një software, mund të përditësosh një pajisje, mirë po këto dobësi do t'jenë gjithmonë aty pa u adresuar. Edhe këto janë ato që aktorët kibernetik i shfrytëzojnë kur kanë cak dikë. Do më thënë pyetja tani nuk është më a do të hakohem ose mua nuk do të më hakoj askush, por si do të reagojmë në rast se hakohemi, sepse asnjëri nga ne nuk jemi imun ndaj sulmeve kibernetike. Në një pikë të gjithë do të bijem prej e këtyre sulmeve. Faton, po, a kemi ndonjë rast kur një ransomware është i ri dhe antivirusi nuk mund ta kapë? Kjo nuk përjashtohet, se siç kemi cek edhe në disa, po thojmë, konferenca më përpara dhe kemi diskutuar lidhur me këtë temë, ai imazhi i cili u kriju i një sulmuesi me një djalosh me një kapele dikun në podrum, nuk është e vërtet. Jemi të folë për organizata cilat janë shumë mirë të organizume, jemi të folë për shumë njerëz cilë punojnë grupe cilat janë tash, si me thonë, shumë të sofistikune, edhe kanë mujtë me pa edhe po thojmë, ka mujtë mu pa në filmin Beekeeper, është një film akcion, po mendoj kështu, i cili e trajton këtë temë, edhe mundën me kriju edhe populata jonë iluzionin tamam se qysh do këtë një organizat e tillë. Prandaj ata punojnë shumë edhe mundet me ndodhë që e kanë, po thojmë, kanë ardhur deri te një kod i cili nuk u detektu ditët e para dhe mandej veç dikur veç mësohet për ta. Ekziston një tool, një mjet i cili quhet Sandbox, ku vetë kodi të cilën e nxen antivirusi e dërgon me një pajisje e cila quhet Sandbox, ku vetë aplikacioni që është zero day, që do më thonë Veç sa ka dalë. Veç sa ka dalë ai virusi, një dobësi e re, vetëm sa ka dalë. Kështu që çka ndodh me antivirusin, momentin që e shes sjelljen e vet virusit në pajisje, atëherë me inteligjencën artificiale që ka behavior sjellja e dërgon, e izolon, e dërgon në Sandbox dhe aty bën analizat prej vet kompanisë, cilën në këtë rast mund të me qenë do një tool si Signet, mund të me qenë si Bitdefender, antiviruset të ndryshëm që përdoren për këtë lloj mbrojtje, dhe pas një periudhe nëse është ransom apo ndonjë virus tjetër, atëre e blokon e izolon, edhe kjo është një farë forme e cila mund të me qenë mbrojtje paraprake apo preventiv nga ky sulm. Kisha dash me shtu që gjitha këto gjetjet e reja i përditësojnë edhe databazat globale prej cilave
përditësohen ose azhurohen dhonat e këtyne softvereve. Do thot, ka dalë diçka e re, edhe kjo mandej publikohet edhe dihet mandej çka është. Që mos me pas më, s'është më vetë sa ka dalë, po u përdor pak edhe qështu. Po, edhe në aspektin tjetër, do me thënë, këto vegla që përdorin inteligjencën artificiale dhe jo vetëm, në momentin që është një haraq digital apo virus, software malin një qëfar dëshëm, dhe futet në këtë sandbox, le të themi, në këtë vegël, në momentin që vrehet një sjellje jo e zakonshme e pajisjes, atëherë ngritet një alarm. Tani, këto vegla mund t'jenë vetëm zbuluese, do me thëmë vetëm për zbulim, që është diçka e dyshimt ose keqdashse, ose mund t'jenë edhe parandaluese. Me qenë se po flasim për vegla të tilla, cila është kostoja në mes të investimit në një vegël të tillë? Nëse je një biznes, edhe nuk ke investuar asgjë në pjesën e sigurisë, nuk ke pasur kopje rezerv, po edhe nëse ke pasur të është infektuar edhe kopja rezerv, a ke llogariti të bankrotosh, edhe të mos kthesh asnjë informat prapa, a është me vlefshme për ty të kthehen të dhënat, edhe ta kesh prap rrezikun brenda, ta kesh prap atë aktorin kibernetik, atë hakerin brenda sistemeve tua, edhe t'jesh ti klient i mirë edhe për hakerët e tjerë, apo t'jesh i sigurt, të investosh në vegla të sigurisë, në rast se sulmohesh, të kesh një bazë mbi të cilën mund të thirresh, të kesh një bazë mbi të cilën mund të ndërtosh përsëri. Kjo është kostoja. Nëse ti si biznes e ke më të qëndësishme që të bankrotosh apo të humbësh të gjitha shënimet e tua, atëherë mos investoni në vegla për mbrojtje. Mirë po, nëse shënimet e tua janë të qëndësishme për një biznes, gjithsesi nuk ka kosto që e zaventson sigurinë. Po flasim për ransomware-ët dhe ndikimin në jetën reale. E një gjë e tillë ka ndodhur edhe me Bankën Ekonomike të Kosovës. Në prill të vitit 2020, sektori bankar në Kosovë u përball me një nga sulmet kibernetike më të mëdha të asaj periudhe. Një grup hakerësh të njohur si Doppelpaymer Ransomware pretenduan se kishin depërtuar në sistemet e sigurisë së Bankës Ekonomike, një nga bankat më të njohura në vend. Për të vërtetuar këtë pretendim, ata publikuan mbi 70 GB të dhëna sensitive, duke përfshirë transaksione financiare dhe informacione personale të mira klientëve. Pamjet e ekranit dhe skedarët e publikuar nga hakerët përfshinin numra llogarish bankare, emra të plot, data transaksionesh dhe shuma të konsiderueshme financiare. Këto të dhëna që momentalisht duhet të ishin të mbrojtura me masa të rrepta sigurie, papritmas ishin bërë të arritshme për çdo që kishte qasje në rrjetet e errta të internetit, të njohura si black market. Si të tilla, këto të dhëna mund të shfrytëzoheshin për vjedhje të identitetit, sidomos në kohën kur mund të aplikojmë online për kredi apo overdrafte. Sulmi dyshohet të ketë ndodhur në fund të muajit shkurt 2020, por detajet e tij dolën në dritë më 21 prill të po-atij viti, përmes një publikimi në platformën Medium. Eksperti kosovar i sigurisë kibernetike Mentor Hoxhaj ishte ndër të parët që e bëri publik këtë incident, duke paralajmëruar për rrezikun që paraqet për sigurinë financiare të qytetarëve. Në një postim në rrjetet sociale, Hoxhaj shkroi: "Mira të dhëna të qytetarëve tani në shitje në black market. Dyshojmë se sulmi është realizuar në fund të muajit shkurt 2020, gjërsa sulmi u bë i ditur nga medium.com me 21 prill 2020. Banka Ekonomike, e cila është në pronësi të familjes së ish-ministrit të jashtëm të Kosovës Behgjet Pacolli, nuk reagoi zyrtarisht në atë kohë. Pronësia e kësaj banke përfshin gjithashtu Selim Pacollin, njëherët nënkryetar i komunës së Prishtinës. Kjo heshtje shkaktoi shqetësime të mëdha ndër klientët dhe ekspertët e sigurisë, të cilët kërkuan transparencë dhe përgjegjësi. Hoxhaj kritikoi ashpër mungesën e reagimit nga bankat lidhur me sulmet kibernetike, duke theksuar se kjo bie ndesh me legjislacionin në fuqi dhe standardet ndërkombëtare të sigurisë së informacionit.
Ne kemi potencuar që bankat nuk po janë transparente sa i përket sulmeve të suksesshme nga hakerët, duke mos respektuar me këtë rast legjislacionin në fuqi dhe standardet e sigurisë së informacionit, shkroi ai, duke paralajmëruar për rreziqet e sigurisë në të ardhmen. Në atë kohë, banka ekonomike mbeti në heshtje, ndërsa klientët të shqetësuar për sigurinë e llogarive të tyre, kërkonin sqarime dhe garanci për mbrojtjen e të dhënave të tyre personale. Dhe me qenë se jemi në fund, si qëndrojmë me mbrojtjen krahasuar vendeve të tjera paton, ka shik këtyre sulmeve? Po, të na, si që ceka në fillim, vetdia e popullatës të na nuk është në nivelin e duhur, mund të themi është shumë e oltë, lidhur me sulmet kibernetike, edhe njëjta reflekton edhe të bizneset. Mendoj na kemi vetëm disa biznese cilat e marrin seriozisht këtë temë, sidomos bizneset financiare cilat janë të na, edhe kompani sikur kompani telekomunikimit apo të tilla e kanë shumë ma vetdijen më të ngritur në këtë aspekt, ndërsa ka shumë biznese të vogla cilat nuk kanë as staff të IT-s, edhe ata janë totalisht pa mbrojtur, edhe nuk investojnë këtë aspekt për shkak se mbrojtja kibernetike ju duket pak si abstrakte, diçka e paprekshme dhe ju duket si humbje e investimit, ndërsa nuk e ka kundërpeshën, nuk e kuptojnë kundërpeshën se sa është me rëndësi me qenë i mbrojtur edhe sa jemi të ekspozuar dhe të rrezikuar në këtë aspekt. Prandaj momentalisht mund me thonë që nuk jemi bashkë mirë, po shpresojmë që emisionet e tilla, konferencat, punëtoritë e ndryshme cilat po ndodhin, shpresoj që edhe vetdia jonë pak ngritet edhe insistimi, sidomos i disa kompanive ndoshta edhe me aktivizu kësi lloj shërbimesh ka me qenë në rritje, prandaj mendoj që në të ardhmen duhemi me investu në këtë aspekt. Por për momentin nuk është bashkë e kënaqshme dhe Gonxha me siguri mundet me pas dhëna tjera lidhur me këtë Po, dhe shta me shtu që arsyeja dhe pse është kaq e shpesht të sulmuheni me çfarë do lloj virusi të hakoheni, le të themi ndryshe, apo edhe t'jeni të infektuar me këtë llojin e haraqit digital, është për shkak në një vigjilenca, si që ceku edhe Fatoni, po pjesa tjetër është se është profitabile, se në momentin që ti paguan, atëherë ti po investon në atë lloj biznesi, në atë lloj krimi kibernetik. Me thënë, edhe kjo ndikon, sepse nëse nuk do të ishte profitabil, nëse askush nuk do të paguan të këtë lloj haraqi, atëherë ky sulm do të venitej shumë shpejt. Mirë po duke e paguar haraqin kohë pas kohë, atëherë kjo është profitabil për aktorët kibernetik. Është mirë me cek, se prapë po kthejnë ataj stereotipi ati djalit me kapele. Do thotë këto organizata janë shumë mirë të organizume edhe ofrojnë shërbim shumë kvalitativ. Do thotë, në momentin që pagun, me njerë të hapën shënimet, edhe zakonisht nuk ndodh infektimi i dytë, mundet mos me ndodh, për shkak se ata mundohen që me konë shërbimi qaq i mirë, që mos me thonë tash viktima e kun pagu, po s'mi kanë dekriptu dhanat. Do thotë, kësi fjallë nuk bën me ndodhë, do thotë, po, shumë mirë, e kun pagu, mi kanë hapë krejt. Do thotë, që thonë kjo fjallë goje, word of mouth, është gjithmonë që shërbimin e kanë shumë të mirë, janë ekspeditiv. Mirë, po në momentin që informohet se ti faktikisht i infektuar me atë, edhe pse ndoshta njëra organizat mundet që ti kthej shënimet edhe të mos jesh me infektuar, ata prap mund ta shfrytëzojnë vektorin e njëjtë të sulmit, ose mund të jetë organizata. Po. Nuk ke asnjë siguri që në momentin që ty të janë kthyer shënimet, nuk je më infektuar. Jo, ti vetëm ke marrë qelsin për dekriptim. Ti ke marrë vetëm një qels që ty t'i bëjnë shënimet të lexueshme, por jo që ti nuk je më infektuar. Ajo duhet masa shtesë, duhet forenzik digjitale për ta pastruar pajisjen nga
infektimi. Fatan Flamur Gonxha, ishte kënaqësi që biseduam sot. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.